Ca probiotik për zorët dhe të cilat duhet jenë patjetër të përfshira në vaktet tona, sidomos turshia e lakrës, që është shumë e shëndetshme. Lëngu i saj gjithashtu. Albana sot do të na sjellë një variant tjetër të përgatitjes së turshive. Shohim pak së bashku se çfarë përmban kavanoz ynë. Plot me turshi, marrim kavanoz ndërkohë andej, kur kemi të vogël ato në raft, me ato do të bëj unë tani këtu se në shtëpi zgjedhim një kavanoz për gjithë familjen. Turshi me pomodor, me qep dhe me karota. Pra, 3 produkte do t'i bëjmë turshi, do t'i fermentojmë. 800 gram pomodor, pra domate të vogla, 2 qep, 2 karota, 1 lugë gjelle krip, 3-4 kokra bahar, 3-4 kokra kaperi, 1 lugë gjelle uthull për çdo kavanoz. Pra, një kavanoz që do të përdorim ne, do të kemi 1 lugë gjelle uthull ponti, uthull molle. Gjithashtu edhe gjethe dafine, sepse ruan ato aromën e mirë, edhe të produkteve të tjera. Edhe këtu të ma mbush pak me ujë. Po, me ujë të nxehtë? Tjerti gjysma, po, pa tjetër. Të dikur gjyshe që thoshim bismillah. Kam karotën. Pse zgjodhëm ne të bëjmë një kavanoz me këto 3 produkte për turshi? Sepse nëse na keni ndjekur, i keni edhe të rubrika jo negatimit në Reze Dielli në YouTube, i kemi sjellë të gjitha pothuajse variantet e përgatitjes së turshive, si këtu në studio, ashtu edhe në natyrë, në oborin e Albanës. Tani sa të ngrohet dhe të marri koha rrugën e vet, përsëri kemi variante të tjera edhe turshi verore, zajret verore, pse jo? Kemi gjithë mundësitë dhe kohën përpara për sjell gatime edhe zajre. Pra. Na pas ka ikur ora 2 minuta, si pas ka ikur ora sot. Ka ikur ora, urdhëro. Absolutisht qepën. Tek shtresa karotat. Kripa e zez. E zez e trash. Kaper. Dafin. Edhim edhe pomodor, që i presim një kryq. Në kryq. Fundi. Dhe i kemi për në javët në vazhdim, do t'i lëm patjetër në kavanoz për t'u fermentuar dhe për t'u bërë gati. Uthu. Dhe ujë derisa të mbushet kavanozi. Në tenxhere kemi vendosur, në tenxhere me ujë të nxehtë, kemi vendosur, siç e shihni, një pecet. E vendosur këtu, e kaloj. Do zjej ajo tani, do ta lëm të zjej. Po. Kujdes, vendosim këtu. Është e nxehtë. Heqim edhe kujdes duart. E lëm të zihet. 10 minuta, se nuk po duhet më shumë, se kemi parë që këto receta kalon edhe pas zjerje. Pastaj i kthejmë mbrapsht. Dhe i kemi. Për këto gatime që janë këtu janë. Të gjitha gatimet e sot me shoqërohen me turshit, sigurisht që kur t'jen gati. Të lumshin duart, faleminderit, ndiqini recetat në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli për të rikthyer atyre edhe të rubrikës tonë fix për çdo anvis që i rikthehet recetave që na ka dëshmuar këtë gjë. Shihemi pas pak në bisedën e Rezes tonë. Mirupafshim.